Profesor Emin Pula, i lindur me 16 janar të vitit 1952 në fshatin Remis të komunës së Prizrenit, pasi kishte kryer shkollën fillore në fshatin e lindjes, ndërkaq që shkollën e mesme në Zhurë ka arritur që të marrë titullin e profesorit dhe me këtë rast në Universitetin e Prishtinës pikërisht në degën e filozofisë dhe sociologjisë. Në vitin 1974 ka regjistruar dhe ka përfunduar pas 4 viteve dhe pas përfundimit të studimeve ka filluar të punojë profesor i filozofisë dhe sociologjisë pikërisht në shkollën e mesme ekonomike, për nga ku edhe është pensionuar gjatë ditës së djeshme. Me këtë rast, pas një pune 40 vjeçare, ai për televizionin Besa ka shprehur pjesët dhe memorjet e tija të punës për arsimin shqip. Tani vitet kalojnë, por megjithatë mburrën për arsye se kam qenë shumë gjenerata, të cilët edhe kanë pozita të ndryshme sot, po edhe nxënës kryesisht në këtë shkollë dhe në shkolla tjera. Megjithatë, unë edhe kam thënë që dhe sindikatin e pambarët të ty edhe jam themelues për herë të parë në shkollën tonë, por megjithatë në bashkëpunim edhe me kolegë tjerë dhe deri tani në shkollë pa ndërprej kemi punuar me kolegë, me nxënës që kryesisht ka edhe suksese të mira në këtë shkollë dhe nga puna që kam kryer aty, unë ndihem krenar, sepse kemi punuar me një entuziazëm që kryesisht edhe pse kemi kaluar në për peripeti, në për periudha të vështira, por megjithatë ja kemi dalë, nga se kemi pas një vullnet që kryesisht të arrijmë deri këtu ku jemi, në lirinë tonë, në Republikën tonë të Kosovës, dhe besoj që edhe tani tutje sukseset nuk do të mungojnë në këtë shkollë. Ai shprehet se ka ndihmuar në përgjithësi të gjithë mësimdhënësit të cilët kanë pasur nevojë për mes së bashkut.